una pa balotazh, me njërin me balotazh, e që është njëri prej kryetarëve aktual të komunës, Besimi Lozi, që ka qenë në kryetarin e komunës, që aja është fitues. Domthonë, as burimi në Fushë Kosovë e as Bedri Hamza në Mitrovic nuk ka mujtë të fitoj, po ka fitu Besimi Lozi me kandidatit e tij, edhe pse Partia Demokratike është ndarë në Kaçanik. Domthonë, rezultati i këtyre zgjedhjeve është i Besimi Lozit, që ka fitu Sabeden Vishi, e PDK-ja ka fitu në regionin e Zarropes, është në regionin e Ferizojit. Domthonë, kjo është fituesi Besimi Lozi dhe Partia Demokratike për regionin e Ferizojit. Që kanë shumë e rëndësishme që Lëvizja Vendendose ka arritur të merë disa komuna të Lidhjes Demokratike, që është shumë e rëndësishme theksohet, për shkak që mos qeverisja tyre e mirë e ka krijuar edhe këtë qasjen e ndëshkimit të tyre, sidomos për Fushë Kosovën dhe Obiliqin, që unë kam deklaruar qysh në ditët e para që kjo ka më qenë një farë përbërje e parë, edhe besoj që ajo që kam thonë ka dalë për pas Klinës, që unë kam menduar së këllë Bashota që do të fitoj, që për fat keq ai nuk ka arritur të fitoj. Për ndryshe, rezultatet më të mëdha që kanë treguar është që kanë mojtur Partia Demokratike, Imre Ahmeti me atë qasjen e tina dhe afërsinë tina që ka pas me qytetarët, Qemal Aliu dhe Kadriu në Kamenicë. A besoni që partitë politike në këto zgjedhje e kanë pas fokusin të komunat të caktuara dhe a i kanë arrit synimet që i kanë pas? Ta zëmë Prishtina, Mitrovica, Ferizaj, Prizreni, Peja, prej komunave të mëdha, ku kanë pas fokus partitë politike? Po, më falë, të gjithë subjekte politike, për shembull, për marrë shembull, kur kanë vret hulumtimet e brendshme që kanë pas subjekte politike, kanë pas një informacion bukur të mirë për gjendjen me të cilën e kanë në teren, dhe që kanë shumë e rëndësishme të theksohet, që mua më ka shqetësuar një e keqe, një dobësi e madhe e pushtetit, sidomos që duat të ndojni këtë informacion, është për një kyqe në viti, domthonë. Disa orë para se të përfundoj procesi, ose të filloj procesi i zgjedhjeve, kënë se perurojnë kyqen në autostradën për viti. Domthonë, aq fell ka shku në këtë rast nga njerë pozita e qeverisë, vetëm për të shfrytzuar projektet e tyre infrastrukturore, që të nxjerr votuesit me thonë që unë e bëra, por kjo është mundësia juve si jam ofër qytetarë. Kjo është abuzim i paros publike dhe pozicionit... A dhe përdorim një rrugë të shtunën? Të shtunën, e hapi edhe më falë. A i projekt fare nuk ka përfunduar, në fazën fillestare është, paramenduhet që ka bo, që kanë arritur kandidati, duke mos me qenë as ministri, as kryeministri në atë event, në atë ceremoni, por kjo është rreziku më i keq. Për shembull, në këto raste kanë shërby gjitha mekanizme shtetëror për ta pasur mundësinë e nxjerrjes së parë. Por çka më ka më së keqti, edhe që vjen më së randi, për shembull për marr me Mlek Krasniqin, në rundin e parë shkon nga informacionet që merr nga hulumtimet, edhe në këtë studi e kemi analizuar dhe kemi theksuar që do ta penalizon një veprim i Mlek Krasniqit Arjan Tahirin, dhe një gjë e tillë ndodhi. Unë nuk kam pa shumë vizita për shembull të shaqërtuara nga strukturat e Partisë Demokratike, po dhe në për struktura tjera që mund të janë shumë më efikase, që mund ta këshillit për shembull unë nuk kam parë në Pejë që kanë shkuar shumë të Lidhjes Demokratike të vizitojnë, ose Imre Ahmeti në kohën e balotazhit. Domthonë kanë pas informacione partitë, subjekte politike që gjendja me të cilën ekziston ose mund të ekziston, por dallimi që unë kam pa në këtë zgjedhje që nganjëherë kanë trajtuar çështje jo të drejtë me kandidat për kryetar komunave, edhe shpesh herë ju kanë dhënë epitete kandidatëve që nuk e kanë merituar, për shembull me shembull Valionin, kandidatin nga radhët e Lëvizjes Vendendose për Fushë Kosovë, që e kanë etiketuar shpesh herë djalë, për shkak që ka pas një bindje të tillë dhe që besoj që tendenca më shumë ka qenë për ta dëmtuar imazhin e tij, se sa që ka qenë në një dukuri apo në një veprim të ndaluar. E veçantë e procesit balotazhit është që